Ne duam të jetojmë kështu, por nuk duhet të themi të tjerëve që kjo është mënyra e vetme për të jetuar, sepse në të kundërt do të gjendemi në situata ku do të ishte e vështirë për t'ju përgjigjur një pyetje dhe kam një pyetje që më tmerron. Europa ka më pak miq sot se sa përpara agresionit rus dhe kjo është diçka që duhet kuptuar, diçka mbi cilën duhet reflektuar pse ka ndodhur kjo. Ndërkohë që nuk ka as pak dyshim që Europa u ngrit për gjën e duhur, duke qëndruar krah Ukrainës. Kjo nuk ka as pak dyshim, por pse ka më pak miq? Dhe nuk po flasim për Rusin, po flasim për miq të cilët nuk janë në këtë pjesë të botës, kështu që është shumë komplekse, shumë ndërlikuar. Por ndoshta Zoti i shpëtoi jetën Donald Trumpit, jo vetëm për ta bërë Amerikën të madhe sërish, por për të zgjuar përfundimisht Europën e për t'i dhënë asaj mundësinë të kuptojë që nuk mund të vazhdojë sikur bota ishte njësoj sepse nuk është njësoj.